Horoskopi për ditën e diel 19 korrik 2026. Dashi. Marsi dhe Saturni po ndikojnë në shenjën tuaj. Marsi, që futet në sektorin e komunikimit, po ju shpejton jetën në shumë drejtime, por aspekti i tij me Saturnin ju fton të bëheni më të matur. Duhet të jeni të duruar sepse durimi ju shpërblen. Në fakt, mesazhi juaj është duke u dëgjuar me shumë pjekuri dhe autoritet nga të tjerat, sepse ju flisni me peshë, fjalët tua kanë peshë. Është një ditë shumë e mirë për sa i përket aspektit të punës, sidomos me projekte që kërkojnë përqendrim dhe strategji afatgjatë. Ndoshta sot do të marrësh një lajm të mirë për një mundësi punësimi në fushën e komunikimit apo medias. Rregulloni detajet e fundit në planet tua, pasi aty fshihet fitoria. Për sa i përket shëndetit, menaxhoj energjinë tënde dhe shmang stresin e panevojshëm. Fokusohu tek rutina e qetë. Ngjyra me fat është e bardhë dhe e kuqe. Koha me fat është mbasdite. Këshilla e ditës: tregohu i duruar dhe përqendrohu tek detajet. Puna e mirë kërkon kohën e saj. Demi. Për ju të shenjës së Demit. Një pyetje: e ndjen atë lehtësimin e vogël? Kjo ndodh sepse ju po lëni pas ndjesinë e bezdishme sikur kishit ngecur në një vend. Me tranzitin e sotëm Mars-Saturn, jeni në një formë të shkëlqyer për të fokusuar dhe për t'i çuar punët deri në fund. Veprimet në prapaskenë apo në një qetësi absolute do të japin fryte të mëdha. Përgjegjësitë tua nuk do t'i ndjesh më si barr, por si diçka që e përmbush me vetbesim. Për sa i përket financave, je në një moment ku mendon për të ardhmen. Mund të jesh duke konsideruar një blerje të rëndësishme, apo duke eliminuar shpenzime të panevojshme që të bëjnë të ndihesh i lehtësuar. Në dashuri, sot preferon të flasësh me vepra dhe jo me fjalë. Një gest i vogël privat drejt personit të zemrës vlen më shumë se 1000 fjalë. Për shëndetin, kjo është dita perfekte për të punuar me një aftësi fizike dhe të përmirësosh disa detaje të vogla në stilin tënd të jetesës. Ngjyra me fat është rozë dhe blu e errët. Koha me fat është paraditja. Këshilla e ditës: elimino të tepërtat në shpenzime dhe fokusohu te ndërtimi i sigurisë tënde afatgjatë. Binjakët. I dashur binjak, në këtë ditë do të rrezatosh një vetbesim kaq tërheqës saqë njerëzit do të kthejnë kokën për të udhëhequr nga ty. Prania e Marsit në shenjën tënde të jep një sasi të madhe energjie dhe fatmirësisht, sot je plotësisht i aftë ta kanalizosh këtë në mënyrë konstruktive. Në punë, të qenit i organizuar është superfuqia jote. Njerëzit e vlerësojnë mendimin tënd dhe të shohin si një person ideal për të kërkuar këshilla apo drejtim. Në aspektin financiar, do të marrësh vendime të prera dhe të sigurta, duke lënë më njanë shpenzimet impulsive. Në dashuri, ndonë se je shumë i lumtur të tregosh pavarësinë tënde, do ta kuptosh se mbështetja nga personi i zemrës apo miqtë e ngushtë sot janë një ndihmë e paçmuar. Komunikimi i sinqert do t'i forcojë lidhjen. Kur vjen puna tek shëndeti, është koha absolutisht e shkëlqyer për të marrë me palestër apo aktivitet fizik. Ngjyra me fat për sot është bezh. Koha me fat është në darkë. Këshilla e ditës: përdore vetkontrollin si armën tënde më të fortë. Njerëzit janë gati të të ndjekin. Gaforja. Përshëndetje gafore, sot është dita për të rikthyer në rrugën e duhur me hapa të sigurt. Ndërveprimi mes Marsit dhe Saturnit
të bën të ndihesh jashtëzakonisht mirë duke marrë përsipër përgjegjësira. Në punë gjërat duket se ecin natyrshëm. Ti je fokusuar tek mbyllja e detyrave të vjetra që kishin mbetur pa u zgjidhur. Hap pas hapi organizimi që po tregon po të rrit ndjeshëm vetbesimi. Ndërkohë, për sa i përket parave, suksesi vjen nga një përqendrim unik dhe metodë pune e cila nuk rrezikon, por ndërtohet në baza të forta dhe të sigurta. Në dashuri, mund të ndjesh dëshirën për të bërë diçka të mirë për partnerin, apo njerëz të dashur në mënyrë anonime ose në prapaskenë. Këto gjeste të vogla dashurie do të sjellin një ngrohtësi të pashpjegueshme. Përshëndetin, pjesa e parë e ditës mund të duket pak monotone, por është e shkëlqyer për të organizuar mendërisht, ndërsa pasditja shton elementet imagjinar duke të ndihmuar të qetësosh shpirtin dhe të heqësh stresin e grumbulluar. Ngjyra me fat është ngjyrë ulliri, koha me fat është rreth orës 18 deri në 20. Këshilla e ditës, qasja hap pas hapi është strategjia më e mirë sot. Mund të arrish gjithçka nëse tregohesh e disiplinuar. Luani. Energjitë e sotme për ty, dashur Luan, janë fantastike që të zgjidhesh problemet me mendje të ftohtë. Ndihesh i mbështetur, i qëndrueshëm dhe në gjendje të shohësh të bukurën dhe vlerat në veprimet të thjeshta. Në punë, biseda do të marrë nuanca pak serioze, por mos u shqetëso, sepse nga këto diskutime do të mësosh informacione tepër të vlefshme që do të ndihmojnë në projektin. Sa i takon parave, është një ditë shumë e mirë për të marrë vendime praktike. Ke një aftësi për të dëgjuar të tjerët, të cilat do të sjellin përfitime financiare sot. Në dashuri, fakti që e di se mund të mbështetesh tek njerëzit e tu të dashur, të ngre moralisht dhe shpirtërisht. Biseda logjike me partnerin, fillimisht praktike më vonë gjatë ditës, do të marrë nuanca më krijuese dhe më të ëmbla. Përshëndetin, bëhu pak praktik. Çdo vendim i marrë me logjik të shëndosh rreth trupit apo regjimit ushqimor do të shërbejë si themel i fortë për mirëqenien fizike. Ngjyra me fat janë jeshile. Koha me fat është 11 deri në orën 1 të drekës. Këshilla e ditës, dëgjoje me vëmendje përpara se të veprosh. Informacioni më i mirë vjen atëherë kur je më i qetë. Virgjëresha. E dashur virgjëresh, energjia sotme është thjesht e mrekullueshme për të menaxhuar jetën tënde me një ritëm të qëndrueshëm. Përpjekjet e tua solide në punë rrjedhin pa mundim. Me Marsin në maj të grafikut tënd qiellor që bashkëpunon me Saturnin, besueshmëria jote po kap majat. Njerëzit me ndikim, qofshin shefa, drejtor apo ato që ke mbi kokë, po e vanë re punën tënde fantastike dhe po të vlerësojnë. Për sa i përket financave, me hyrjen e hënës në shtëpinë tënde të dytë, po kërkon dëshpërimisht rehati dhe siguri financiare. Është koha të punosh për diçka që mund të ketë shpërblim të menjëhershëm, por që do të prodhojë shumë për ty në planin afatgjat. Në dashuri, ndihesh sikur ke gjetur një qëllim më të fortë, po e kërkon dashurinë tek siguria dhe qëndrueshmëria, duke u ofruar atyre që do paqe dhe mbështetje. Në aspektin e shëndetit, a ka ndonjë zakon të keq që dëshiron ta lësh? Sot është një ditë shumë e mirë për të hedhur hapin e parë. Ke më shumë rezistencë dhe durim se kurrë për të përmirësuar veten. Ngjyra me fat është e verdhë, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës. Zgjidh një projekt afatgjat dhe jep energjinë tënde, shpërblimi do të jetë i jashtëzakonshëm. Peshorja. Sot universi të fton të vlerësosh gjërat eksaktësisht siç janë, dashur peshore.
të kuptosh se në disa raste ke bërë vetes presion pa qenë nevoja. Ndaj është koha ta thjeshtosh pak jetën tënde. Mos e kompliko. Në punë, energjia jote është e mirë. Lëri më njanë kërkesat e të pruara dhe bëj vlerësime realiste. Jo çdo gjë ka nevojë për përmirësim të menjëhershëm. Lidhur me aspektin financiar, vetkontrolli do të mbajë larg shpenzimeve emocionale, duke lënë llogarinë tënde në një vend të sigurt. Në dashuri, bukuria e ditës qëndron tek liria që u jep të tjerëve. Mos u bëj xheloz dhe posesiv. Të jesh aty për të dëgjuar dhe për të dhënë një mbështetje të heshtur do t'ju afrojë pafundësisht me partnerin. Për sa i përket shëndetit. Shëndeti është i mirë, hëna kalon në shenjën tënde dhe kur të ndodh kjo do të ndjesh rritjen të madhe të energjisë emocionale dhe fizike. Përdore këtë për të kujdesur për shpirtin tënd. Ngjyra me fat për ty është kafe e lehtë. Koha me fat është 18 deri 20. Këshilla e ditës gjeje bukurinë tek ajo që ke ndërtuar dhe hiq dorë nga presioni i panevojshëm që i bën vetes. Akrepi. I dashur akrep, je gjithmonë në kërkim të thellësisë dhe dita e sotme të ofron këtë në pjatë të argjend. Marsi dhe Saturni të bëjnë të ndihesh në një formë të shkëlqyer për të riparuar dhe për të ndërtuar aleanca të forta. Në punë, ke vendosmërinë dhe durimin për të hyrë gjërave me themel. Është një ditë fantastike për hulumtime, për të punuar i pavarur dhe për të kapërcyer çdo pengesë që të del përpara. Nëse po merresh me parat, dita është mjaft e favorshme për të siguruar një uha në formë mbështetje financiare. Por kushtoj rëndësi detajeve. Në dashuri, fjalët mbesin në hije, ndërsa veprimet flasin vetë. Është koha shumë e mirë për të forcuar marrëdhënien që ke, për t'i treguar partnerit përmes veprave konkrete se sa shumë i intereson. Nëse mund të jesh pak i tërhequr apo i heshtur, kjo të ndihmon të kuptosh më mirë ndjenjat e tua. Shëndeti. Këshilla më e mirë për ty është të fokusohesh në një gjë në të njëjtën kohë. Kjo do të thotë që mos vrapo mbas shumë qëllimeve të cilët mund të harxojnë energjinë tënde. Ngjyra më me fat është portokalli. Koha më me fat është ora 4 deri në 6 pasdite. Këshilla e ditës, lëri veprimet të flasin me zë të lartë. Shigjetari. I dashur shigjetar, ti je një shenjë që kërkon lirinë, por sot yjet të kërkojnë pak planifikim dhe strategji. Hëna në sektorin tënd social të sjell dëshirën për spontanitet, por energjia kryesore e ditës kërkon që të ecësh me hapa të mirë menduar. Në punë, nuk është momenti që të kalosh tek diçka e re, sidomos në pjesën e parë të ditës. Çdo çështje që lidhet me partneritete biznesi sot ka një dritë të gjelbër dhe një fokus shumë pozitiv. Parat kërkojnë që të marrësh vendime të pjekura. Në dashuri, nëse ke vlerësuar një marrëdhënie kohët e fundit, sot je gati të marrësh një vendim përfundimtar. Lidhjet forcohen pa mas kur shes se tjetri po bën përpjekje të vërteta dhe po ofron mbështetje praktike. Kjo nuk është një ditë për shfaqje teatrale, por për t'u ndjerë me këmbë të sigurta në tokë. Për sa i përket shëndetit, gjej balancën mes nevojës për t'u argëtuar me miqt dhe ritmit që të jep trupi. Ngjyra me fat është e bardhë. Koha me fat është 17 deri në 18:40. Këshilla e ditës, vlerësoj njerëzit bazuar në përpjekjen tënde reale.
Britsjapi, i dashur britsjap, e ke pikë të dobët i organizosh gjërat. Tranziti i sotëm është i përsosur për të kuptuar eksaktësisht se ku duhet të kanalizosh energjinë tënde. Në punë, projektet kërkojnë precizion dhe vëmendje detajesh. Do të kesh një ditë shumë të zënë dhe produktive. Megjithatë, nëse ke mundësi të punosh nga shtëpia apo në hapësirën tënde private, do të kesh sot super produktivitet. Fokusohu tek vetja dhe vlerat afatgjata për sa i përket parave. Je shumë i përkushtuar ndaj investimeve të mençura që zgjasin në kohë, duke i marrë gjërat një e nga një. Në dashuri, mund të kesh përgjegjësi familjare apo personale për të përmbushur sot, por e bukura është se përmbushja e tyre të bën të ndihesh më i fortë dhe më i lidhur me të dashurit e tu. Për sa i përket shëndetit, shëndeti është i mirë, por rregullo stilin e jetesës, regjimin ushqimor dhe rutinën tënde të fizikës për një performancë të shkëlqyer. Ngjyra me fat është gri e çelat, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: përqendrohu tek një gjë në të njëjtën kohë, jo në shumë. Rregullimi i ambientit të brendshëm sjell sukses edhe të jashtëm. Ujori. I dashur ujor, shpirti yt ka nevojë për hapësirë. Hëna hyn në shtëpinë tënde të nëntë të frymëzimit. Është një ide e shkëlqyer ti lësh vetes pak vend për spontanitet, por ama energjia planetare kërkon gjithashtu të ngadalësosh pak ritmin. Në punë ke një instinkt të jashtëzakonshëm për të nuhatur ide të cilat kanë potencial të lartë. Duhet të vendosësh disa prioritete. Për sa i përket parave, bisedat produktive të bëjnë që ti të mendosh me seriozitet për buxhetin dhe sigurinë tënde afatgjatë. Sektori i dashurisë: je i gatshëm të bësh përpjekje reale për të përmirësuar jetën tënde dhe kjo po të frymëzon të lartësosh një marrëdhënie sa më të ngushtë me partnerin. Gjërat do të thellohen përmes bisedave me të. Shëndeti. Balanco nevojën e shpirtit për pak aventurë me detyrimin për të patur një sens mase, në mënyrë që mendja jote të jetë në paqe. Ngjyra më me fat është e kuqe, koha më me fat është pasdite. Këshilla e ditës: luaj lojën afatgjatë, merr në konsiderat sigurinë dhe anën praktike të çdo ëndre përpara se të veprosh. Peshqit. Të dashur peshq, e keni atë ndjesinë sikur çdo gjë rreth jush duket në rregull dhe keni paqe në shpirt? Kjo ndjesi do t'ju shoqërojë sot. Yjet ju ndihmojnë të planifikoni prioritetet tuaja të mëdha dhe të fokusoheni tek to. Në punë, teksa kërkoni zgjidhje tek problemet, po fitoni një forcë dhe vendosmëri të admirueshme. Mos bëni veprime ekstreme, lëvizje të vogla dhe inteligjente funksionojnë më mirë. Kur vjen puna tek parat, ju jeni shumë serioz dhe të përgjegjshëm. Është një ditë e mirë për të bërë buxhetin ose për të shqyrtuar blerje të rëndësishme, sidomos ato që lidhen me shtëpinë apo familjen. Puna ka rezultate të mira. Në dashuri do të keni një arsye shumë të fortë për t'u ndjerë i dashuruar. Shëndeti. Një dozë e këndshme energjie sot do të sjellë komfortitetin emocional dhe relaksimin mendor. Të zbresësh me këmbët në tokë sot do ta bëjë që shpirti juaj të gjejë qetësi. Ngjyra me fat është vishnje dhe bezh, koha me fat është në darkë. Këshilla e ditës: qasja e ngadalë dhe hap pas hapi funksionon më mirë sot. Lëvizje të zgjuara dhe të sigurta vlejnë më shumë se sa rreziqet që mund të marrësh. Ju urojmë të gjithëve një ditë
sa më të mbar.